Edhe ajo që është akoma më skandaloze, që në vend që të doriqesh të zëvendës kryeministra, mbrohet nga kryeministri, nuk lihet spaku të vijoj me hetimet, heqja e imunitetit, pra kemi arritur kulmin. Këtu bëhet fjalë për 10 milion, për 100 milion vjedhje të faktuara. Nuk e di se çfarë duhet të bëhet tjetër, nuk e di nëse ka vend në botë ku mund të përsëritet kjo situatë edhe të vazhdoj të ri në qeveri. Ne protestojmë për demokraci në fund të fundit, për vjedhjet që po i bëjnë këtij populli. Vjedhje shkatërrimtare nga gjitha anët. Vjedhja ne, popullit i ka shku, thë i kanë balë, si i thojmë. Këtu jemi mbledhur për të protestuar ndaj një qeverie që është më e korruptuara që ka pas historia e Shqipërisë, e cila ka bërë vjedhje galopante, e cila po varfron këtë popullsi, e cila po e shpopullon këtë popullsi, e cila nuk meriton të jetë 24 ora të kuashtë. Të gjithë të përdojnë, deputet i Partisë Demokratike. Yeah.